Protestat e zhvilluara prej 15 ditësh në Tiranë dhe qytetet e tjera të vendit kanë gjetur mbështetje edhe përtej kufive të Shqipërisë, ku komunitetet shqiptare në diasporë kanë organizuar tubime në disa vende të botës. Edhe pas ditën e së dielës, shqiptarët në diasporë dolën në sheshe për të shprehur qëndrimet e tyre lidhur me situatën politike në vend. Tubimi i parë nisi fillimisht në Torino dhe Genova, në Itali, ku 10 shqiptarë u mblodhën në sheshin kryesor të qytetit për të shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë Rama. Edhe Gjermania, New Yorku, Norvegjia, Hollanda, Danimarka, Kanadaja, Greqia dhe Austria u bën pjesë e tubimeve në mbështetje të Shqipërisë. Qytetarët shqiptarë në diasporë ngritën zërin kundër klasës së vjetër politike PS-PD dhe kundër kapjes së Shqipërisë. Një zëri ata bëjnë thirrje se ka ardhur koha për një Shqipëri të lirë e të drejtë, ku çdo qytetar meriton një qeverisje më të mirë e më të denjë për ta. Përpos protestave të zhvilluara, protesta të tjera pritet të organizohen në ditët në vijim edhe në Zvicër, Bari dhe Francë.